pra çdo ditë protesta e përditshme. Rikthehem tani me Elker Bushkolaj në bisedë këtu në studio. E nisim pak shumë shkurt Elker nga kjo çështja e algoritmit që nis kryeministri Rama, si ka mundësi që njeriu i cili na e mësoi se çfarë ishte algoritmi, si mund kontrolloj ai që u kërkonte të vetëve në mbledhje qeverie dhe grupi parlamentar, rrjetet sociale, bëni like, bëni share, vetëm ky ishte shqetësimi kryesor i kryeministrit Rama, siç e dëshmoi një ish zëvendës ministër Orland Muka, i cili u çudit që dëgjoi këtë gjë në mbledhjen e qeverisë, që ky ishte shqetësimi kryesor që duhej bërë. Sa ankohet tani nga algoritmi, thotë është problemi i algoritmit. Si ndodhi që algoritmi u kthye kundër mjeshtrit? Ju kthye kundër mbretit klikimeve. Pra. Nëse deri sot Edi Rama ka qenë mbreti i klikimeve dhe mbreti i rrjeteve sociale në Shqipëri, dhe mbaj mend që dikur për ironi të fatit kishte një përçmim për ata që përdorin Facebookun, njëjtin përçmim që përdor dhe për ne Gegë që ngatrojmë në erë që me çon apo gërmat e tjera për shkak se e kemi genetikisht, dikur konsideroj e ditë kush përdorte Twitter. Tani ka filluar përdor Twitter vetëm kur është në hall, që të evitoj përballjen me ata protestues. Por algoritmi është pjesë e propagandës dhe të paktën në këtë protestë ka rënë propaganda e 14 viteve. Pra nuk është më çështje algoritmi, është çështje e mirëfillt ekonomike. Unë kam qenë në protestë që në ditën e parë të saj, për vërtetës ju bashkangjita që ditën e parë, dhe normalisht si çdo gazetar aty nuk shkojmë thjesht vetëm për të protestuar si qytetarë, por shkojmë edhe si pjesë e emisionit tonë. Dhe kam pyetur të paktën mbi 15 protestues, kryesisht të ri, profile të ndryshme, kishte nga ata student, kishte nga ata edhe gjimnazist, kishte pjesë shtresës mesme, kishte të moshuar. Dhe asnjëri prej tyre nuk më përmendi as vorrëncin dhe as investimin e huaj. Të gjithë ndalen tek çështje konkrete. Dikush spitali, dikush shkolla, dikush çmimi, dikush emigrimi, dikush pensioni prindërve. Dhe që aty e kuptova që kjo është një protestë që është kundër qeverisë, nuk ka lidhje me investimet e huaja. Dhe nëse do të mbetemi tek investimet e huaja, Rama kërkon që thelbi i debatit të jetë zvërneci, se kërkon që të shmang llogaridhënien për çështjet e tjera. Zvërneci han debat, por thelbi i zvërnecit është një element që qeveria do duhet bëj transparencë. Dhe pyetja që duhet i shtrohet Edi Ramës se do të flasim për zvërnecin. A ka bërë pjesë dhëndrin e presidentit të Shteteve të Bashkuara me trafikant droge? Pra në një skenar pastrimi parash droge, po themi sikur mund të jetë në Durrës apo sikur se ka qenë në ato që kemi parë dosjet e Spakut në kullat e Tiranës apo në shumë objekte. Pra ky duhet të jetë thelbi nëse ne flasim për zvërnecin. Dhe e dyta, kur vjen puna te zvërnecit, ka apo nuk ka tjetërsim pronash? Gjyqtarë që kanë qenë të përfshirë në vendime për tjetërsimin e pronave janë apo nuk janë përfitues tokash në zvërnec. Qeveria këto dyja duhet sqaroj. Po njerëzit do qetësohen se nuk janë shqiptarë. Po edhe fakti ja duhet ndërtuar atje pavarësisht është juaj apo jo investuesit, çfarë ka. Fakti është që shqiptarët duan transparencë, nuk është vetëm zvërneci në këtë histori. Janë bazat detare, janë bazat ushtarake, të cilat do kenë të njëjtin fat me të njëjtin mungesë transparence. Na iku porti Durrësit, kështu se do vinë iku projekt investitori huaj porti 2400 vjeçari i Durrësit. Pra, ne jemi në këto kushte kur kemi disa anonim që propozojnë projekt ligje të tilla deputet që nuk i njeh askush dhe nuk i ka votuar askush, pasi fund vitës për shkak të sistemit është votuar një sigël, që marrin vendime që do impaktojnë në një shekull apo 2 shekull më pas. Dhe mbi gjitha që shiten copa Shqipëria. Por që t'jemi konkret, algoritmi nuk është, janë çmimet. Algoritmi nuk është shëndetësia falas, se për ironi të fatit Shqipëria është ndër të paktat vende ku shëndetësia falas nis me traun me pagesë. Këto na thon shëndetësia falas, po ne që kur shkojmë te trau i parkimit, ne do paguajmë për parkimin. Mos flasim pastaj për shërbimet e tjera. Kur flasim për parat e pista që injektohen në ekonomi, ne kemi 10 vite që thon shqiptarët nuk planifikojmë dot pushime, nuk po planifikojmë dot pushime për shkak se janë rritur çmimet në jug vendit. Pse ndodhi kjo? Ndodhi kjo se jugu i vendit u përdor si fillim një oazë ku pastroheshin parat e pista. Pra ti kishe resorte luksoze që nuk u interesonte nëse kishte klient apo nuk kishte klient. Pasi mjaftonte të shtypnin faturat tatimore dhe zëre se ishin plot. Edhe kjo shifra 12 milion turistë është një shifër e sforcuar, se nuk është reale. Janë njerëz që hyjnë e dalin, njerëz që përdorin këtë vend tranzit, janë shqiptarët e Kosovës që sa herë kalojnë kufirin dhe vinë çdo fundjavë për të bërë plazh Shqipëri, quhen si turist. Janë ato familjarët tanë, se gjithë kemi pjesë më të madhe të familjes se kemi në emigrim, që sa herë vinë vizitojnë prindërit apo familjarët e tyre apo për sebepe. Konsideron turizëm është një narrativ që i shërben rënjes drastike të euros.